festa Bajrami, është pikërisht kjo festë që njerëzit do të milo anash gjithçka. Një muj u ka lidhur me besim, me bamirësi, me gjithçka, krejt këtë muj, kushdo që ka shiju, kushdo që e ka provu këtë muj, mos tjetë vetëm agjerova, durova urije ose munova bo diçka mirë. Para se dali me bo mirë në kojshi, në farefes, e tutje, le të shikojmë brenda familjes. Çfarë raporte shkena me njerëzit më të afërt? Sepse sot dëgjon shumë motra se ka thirr vllahun me vite, vllau se thirr motrën ndoshta kur, madje ka fatkeqësisht po dëgjojmë edhe për televizione edhe ndoshta edhe raste tjera kur fëmijët janë shumë të largët me prindrit, vetëm rrallë e përmall shihen. Kështu që le të jetë ky Bajram një mundësi që milo anash krejt gjanat që na kanë distancu. Sepse besom sa do jam militeta e bakllavë nuk e ka shihen nëse nuk e ndal me njerëzit që jeton.